Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e 5 të podcastit të Dish apo të kesh më mirë të dyja, ku flasim për produktin financiar të fondit të pensionit me gjithë specifikat e veta. Sot do të prekim një aktor goxha të rëndësishëm të skemës së fondit të pensionit privat, rolin e departamentit të burimeve njerëzore të kompanive të cilat implementojnë skemën e fondit të pensionit për punonjësit e tyre. Për këtë sot kam të ftuar Angelika Xhelili, HR Manager pranë Facilization. Përshëndetje dhe mirë se erdhe, Angelika. Përshëndetje, si faleminderit për ftesën. Faleminderit ty. Sot do të flasim për implementimin e skemës së pensionit privat në kompaninë Facilization. Në këtë rast, sfidat të cilat mund të jenë hasur përgjatë implementimit të saj, pyetja apo feedback që mund të kenë lindur nga punonjësit dhe përgjatë qëndrimit në fond. Angelika, për të kuptuar pak më tepër për ju dhe rolin tuaj në kompani. Atëherë unë drejtoj departamentin e burimeve njerëzore në Facilization, kam disa vite që punoj në kompani dhe kur kthem bek në pozicionet e mëparshme, është shumë kënaqësi kur të qenurit një rekrutues, edhe është ajo pjesa ku listohen benefitet i një kandidati potencial, i liston benefitet, sa më gjëra atraktive, sa më shumë gjëra që të kesh të benefite të listuara, është shumë kënaqësi sepse ndihesh proud në një farë mënyrë për kompaninë ku ti bën pjesë. Kështu që pjesa e benefiteve ka qenë në fokus gjithmonë te kompania jon dhe diskutimi për të futur në skemë nisi nga vitet 2022, pra ne kemi disa vite që jemi në skemë. Nuk pati në një, le të themi, qëllim të veçantë apo arsye të veçantë, thjesht ishte rishikimi i paketës së benefiteve që kompania ka dhe menduam që futja e një benefiti të ri do të ishte shumë atraktive si për punonjësit ekzistues, ashtu edhe për punonjësit e rinj. Pra pasurimi i paketës së benefiteve është ajo që i ka shtyr drejtuesit e kompanisë dhe HR-in në veçanti. Për të hyrë pak më thellë, te komunikimi me punonjësit, si është prezantuar skema e fondit të pensionit privat, çfarë pyetjesh mund të kenë pasur ato momentet e para po themi të informimit të tyre? Në momentin që ne vendosëm që të merrnim pjesë në skemë dhe ka disa kritere që patjetër dhe kompania duhet të vendosë, për shembull nëse do investojmë në një shumë kompania, sa do jetë kjo shumë, bëhen disa kalkulime patjetër sepse shikohet, kalkulimet bëhen nëse të gjithë persona do marrin pjesë në skemë, nuk dihen në atë moment interesi që mund të kishte nga ana e punonjësit. Kështu që pasi u mor vendimi, u dërguaj një email për të gjithë punonjësit, emaili me informacion që erdhi nga kompania administruese, ku me thënë të vërtetën, ajo pjesa që kishte disa skenar kur ti investoje për shembull, nëse fillon 1.000 lekë, nëse fillon 2.000 lekë, 5.000 lekë, pra vlera konkrete, dhe ajo e bëri shumë interesante dhe atraktive, do thoja, sepse jepte vërtet një vlerë reale në një moment të veçantë kur ti mendoje për shembull nëse unë jam sot dhe jam 20 vjeç dhe do investoj për kaq vite me një vlerë X, ti shikoje në fund atë benefitin që do kishe tek përfitimi i pensionit. Dua ta theksoj këtë që pensioni shtetëror në vetvete nuk është se të ofron në një gjë shumë të madhe, të gjithë e dim këtë nga prindrit, e dim edhe vetë sot që nëse ti ke një pagë, le të themi të lartë dhe të vjen mosha e pensionit, përfundon në një pension që vërtet lë shumë për të dëshiruar. Kështu që pjesëmarrja në këtë skemë ishte shumë interesante dhe patjetër dhe atraktive për punonjësit. Pati interes, pra kalimi informacionit me email ishte një nga rrugët që ne ndoqëm, pastaj patëm komunikime me kompaninë administruese. Komunikimet ishin online, bëm disa takime online, por edhe on-site. Mbaj mend atëherë ka qenë viti 2022, pak edhe pandemia, kështu që të dyja ishin interesante. Ne komunikimet i lam të lira, që do të thotë nuk është se i komunikuam stafit që shikoj juve duhet të merrni patjetër pjesë në këto takime.
kush kishte interes, pasi kishte lexuar informacionin nëpërmjet emailit, mori pjesë në për këto takime. Dhe çfarë ishte interesante që edhe me me shoqërinë, me përfaqësuesit e diskutuam, ishin pyetjet që u bën nga ana e punonjësve. Pati shumë pyetje, është normale, kur ka të bëj me paran, kur futet para në mes, gjithmonë janë ato pyetje, shiko se unë do investoj një pjesë nga paga ime, çfarë do fitoj në fund, çfarë do paguaj, a mund ta tërheq. Një nga pyetjet që bëhen atë kohë, që bëj shpesh, por edhe sot e bëjnë, është kjo pjesa, nëse më duan ato fondet, a mund t'i tërheq. Dhe unë gjithmonë, kur më bie rasti që të jem pjesë e këtyre diskutimeve, patjetër, i them, shiko, kjo është një skem që është e menduar, që ti duhet ta përfitosh, si më thënë, është një skem që ti këto para duhet i përfitosh në fund, kur mbyll marrëdhënien e punës edhe del në pension. Patjetër që mund t'i tërheqësh në një moment që mund të duhen ato para, por duhet të konsiderohet për qëllimin për të cilën ajo skem është krijuar. Kjo pak a shumë. Pastaj pyetje të tjera lidhe me komisionin, çfarë përfiton kompania administruese, çfarë përfitoj unë, sa është përqindja reale, pyetje të këtij tipi, domethënë. Kuptoj. Për të prekur pak sfidat që mund keni hasur si HR pranë kompanisë tuaj, dhe për të bërë ndoshta edhe një krahasim midis grup moshave të ndryshme, duke qenë se në Facilization mund të ketë staf, po themi 20, 25, 30 vjeç, apo dhe staf 40 plus. Cili është krahasimi midis tyre? Si e shef një grup moshe të caktuar fondin e pensionit privat në aspektin e faktit që është afatgjatë, si investim? Tani të rinjt, do më thënë moshat, po themi 20, 22 deri në 30 vjeç, e shikojnë pak të largët këtë moshën e pensionit, duhet ta pranojmë këtë. Mua personalisht vetë më ka ndodhur që para disa vitesh kur mu ofrua kjo mundësi, nuk e pranova, sepse mendova si një periudhë shumë, tani kur të dalë në pension është pak larg. Dhe është normale që ta shikojnë të tillë, sepse një 20 vjeçar sot mendoj kur të bëhet 60 e më shumë vjeç, domethënë është pak larg, por që kuptohet aty ishte ajo, te kjo grup mosh kishte më shumë, le të themi, interes për të interes, për të marrë informacion, ndoshta më tepër. Për të marrë informacion patjetër, të gjithë e morën informacionin, por që shikojmë pak të largët. Ndërsa pjesa tjetër pastaj, mos duhet ta them këtë mbi 35 vjeç, është ajo pjesa që vërtet i shikon, bën ato kalkulimet që nëse unë dal në pension, sa më bie pensioni shtetëror, kaq, edhe shikon nuk del kjo shumë parash, nuk do më dali që unë, kështu që çfarë mund të bëj. Gjithsesi ne në skem kemi persona që janë dhe të rinj, kemi persona të moshave të ndryshme, nuk është se kemi vetëm një moshë të caktuar. Ajo që është interesante është që kemi punonjës, kolegë që investojnë edhe për prindrit. Dhe kjo më bën, domethënë, në një farë mënyre që të ndihem mirë edhe për njerëzit që kemi, sepse edhe unë ashtu dhe mendoja, në vend që të mbështetja prindrit për shembull me një shumë monetare ose të bleja diçka që do ishte kështu në muaj, po i paguaj diçka. Kjo është vërtet një gjë që atyre u vlen, sepse prindrit duhet ta mendojmë që kanë nisur vite para dhe pensioni do i bjerë akoma më pak se sa mund të na llogaritet neve kur të afrohet mosha e pensionit, dhe kjo është shumë interesante. Por tani që janë pjesë e skemës, personat që janë pjesë e skemës, janë shumë të ndjeshëm, këtë shikoj. Për shembull, nëse bëhet një ndryshim në ligj, nëse na vjen një komunikim nga ana juaj, nëse dëgjojnë diku, ne gjithmonë përpiqemi ndryshimet, t'i komunikojmë, patjetër, po e shikoj që janë të ndjeshëm edhe duan që të kenë informacion për këtë. Ndoshta edhe për të qenë transparent dhe për të qëndruar te transparenca. Dihet që
detyrimet ligjore të shoqërive administruese të fondeve, krahas faktit që pajisjen gjithë anëtarët e fondit të pensionit dhe fondeve të investimit të tjera me kredencialet në mënyrë që të aksesojnë llogarinë e tyre online, po themi, për të parë se si investohen, si shkon norma, sa ka shkuar gjendja e tyre, balanca në fond. Krahas tyre dërgojnë ato statement vjetor, po themi, që një herë në vit pasqyrohet gjendja reale, balanca reale në fond, interesat e akumuluara, pra çdo informacion i nevojshëm për anëtarët. Si është parë kjo nga ana e punonjësve dhe cilat mund të jenë ato gjëra që ndoshta një shoqëri administruese do duhet të bëjë më mirë, po themi, në të ardhmen kundrejt kompanive me të cilat ajo ka lidhur një kontratë për skem fondi pensioni privat. Në lidhje me transparencën, do thoja që është komplet transparente, sepse ke një account, ke një username, password, sikur kemi edhe që përdorim aplikacione të tjera, dhe në çdo moment ti mund futesh dhe të shikosh balancën. Si kanë reaguar shumë pozitivisht. Me thënë të vërtetën, kur ti e hap atë dhe shikon që ajo vlera është bërë diçka, ti thua wow, si arrita unë që ta kurseja këtë shumë parash, është shumë interesante kjo pjesa. Për çfarë mund të bëjnë më shumë kompanitë është thjesht është në komunikimin. Domethënë mund të bëhen her pas here organizime, sesione, organizime, mbledhje, kush ka interes ashtu sikur e kemi bërë edhe në ne, që patjetër dhe mendoj që ka interes nga kompanitë administruese që ta bëjnë një gjë të tillë, aty ku ka interes, pse jo, të bëjnë komunikime të erpashershme. Por fondi në vetvete ka shumë transparencë. Domethënë, përveç se statement, ti në çdo moment mund të futesh, e shikon nëse akseson sa ka shkuar balanca, sa ka qenë përfitimi, është shumë transparente. Për të prekur Angelik një nga po themi tiparet e tjera që ka fondi i pensionit, që është vesting period. Si është parë nga ana e kompanisë, drejtuesve, HR-it, apo edhe nga ana e punonjësve? Shifet si një përfitim i mirë i ligjit, apo kombinuar dhe me atë, po themi, stepjen që mund të ketë një punonjës për të bërë pjesë e skemës në rastin e kompanisë tuaj? Ne kemi parë si një periudhë, le të themi, të mjaftueshme, sepse ligji ta lejon me sa unë jam në dieni deri në 5 vite. 2 vjet, mendoj që është e mjaftueshme që individi qoftë i ri, qoftë me eksperiencë, kur bashkohet në kompani, ka kohë edhe të integrohet në pozicion, edhe të prodhoj, le të themi, apo të kontribuoj për kompaninë, kështu që 2 vjet mendoj është e mjaftueshme, qoftë për kompaninë, dhe 2 vjet nga ana e individit shikohet, nuk kemi patur koncerne për këtë pjesë. Nuk është se kemi patur koncerne për këtë pjesë. Unë e shikoj nga ana e kompanisë, shikohet si investim afatgjatë, unë të shikoj këtu, pra të jep një siguri, le të themi, për punonjësin që unë të shikoj këtu me mua. Nuk ka patur që edhe në përfundim të kësaj periudhe, kur ata shkëpusin marrëdhënien e punës, vesting period konsiston pikërisht te kjo, pra që kontributet e paguar nga ana e punëdhënësit në këtë skem bëhen të përfitueshme për punonjësin. Dhe ai përfiton. Nuk ka pse gjithmonë ligji, kodi punës ndonjëherë na lejojnë që të shkojmë në një kufi të caktuar. Kompani është vendimarrja e kompanisë normalisht, por që gjithmonë duhet mendojmë në benefit se çfarë punonjësi përfiton në këtë rast. Kështu që nuk është parë si problematik kjo pjesa. Shumë mirë. Për ta përmbyllur, ndoshta një mesazh që mund të jepni për ndoshta kolegët tuaj në burime njerëzore të kompanive dhe të tjera, drejtues të kompanive të ndryshme, apo edhe punonjës të tyre. Një mesazh në lidhje me fondin e pensionit, si është parë në rastin tuaj? Për kompanitë, do thosha, ta shikojnë pozitivisht, ta shikojnë si një investim që bëjmë për njerëzit, si një mënyrë për të tërhequr talentet, dhe jo vetëm për t'i tërhequr, por edhe për t'i mbajtur talentet. Ndërsa për individet do thosha sa më shpejt aq më mirë. Edhe me shuma të vogla, sepse varet se cili e ka është në dorën e vet, është në dorën e secilit, e bën secili atë kalkulimin e vet, por edhe me shuma të vogla dhe kjo skem ta jep mundësinë që edhe me një shumë të vogël ti të bëhesh pjesë.
Kështu që sa më shpejt, aq më mirë. Është efekti i kohës. Po. Shumë faleminderit për gjithë këmbvështrimin tuaj të vyer. Bashkë do të dëgjohemi në episodin e radhës të podcastit ton. Deri atëherë, faleminderit. Faleminderit.